Banorët e rrugës Teftataşko në kryeqytet janë tronditur nga skena një krimi makabër ku bashkëshorti ka qelluar 3 herë me thikë gruan në mes të rrugës duke lënë të vdekur. Një ngjarje e rëndë ka tronditur kryeqytetin, një krim brenda familjes. Valbona Çaçani ka mbetur e vdekur pa pasur mundësi të dërgohet në spital, ndërsa bashkëshorti i saj është arrestuar. Dyshimet e para janë që ky krim ka motive xhelozie. Çifti ishte kthyer pak kohë më parë nga Italia, një krim i cili ka tronditur dhe banorët e kësaj zone. Më krim me shëmtuar s'ka ku s'ka. Të vrati burri gruan nuk e di. Me këtë kemi në shekullin 21. Është turp i madh. Qa do të ketë pas, jeta si merret tjetrit. Qa të më. Ky krim është shumë i shëmtuar dhe unë jam tromaksur që në mëngjes, të vish në mëngjes në punë dhe të shofësh një skenë të tillë përpara dyqanit, është goxha. Po e shikoja që kalonte çdo ditë me qenin. Edhe ishe me kaq sa mora vesh nga pjesëtarët e komshinët e lagjës me që ndërkohë këtu kam biznesin punoj, ishte banor e lagjës. E shikoja që kalonte mëngjes dhe në darkë, njëri që nuk është se ka dhënë përshtypjen. Në momentin që ndodhi krimi ishte në shoqërinë e fëmijëve, vetëm. Në momentin që ndodhi krimi unë nuk e di sepse unë atko erdha dhe gjitha të mbuluar me çarçaf, aty mora vesh që është vrarë një grua dhe më e tmerrshmja, më tronditësja ishte që mora vesh që ka vrarë bashkëshorti. Autori ka tentuar të largohet ndërsa është vënë në prangat e policisë dhe pritet të përballet me drejtësinë për krimin e kryer. Hetimet kanë nisur nga prokuroria e krimeve të rënda të kryeqytetit, ndërsa bashkëshorti i vrasës rrezikon jo më pak se 20 vite burg deri në dënimin maksimal burgim të përjetshëm.